Këtë të shtunë në Lubisht të Hasit janë bërë humazhe në përkujtim të 14 dëshmorëve dhe 40 martirëve të këtij lokaliteti, me rastin e 26 vjetorit të rënies së tyre në altarin e lirisë, të pranishëm në këtë ngjarje, përveç familjarëve të dëshmorëve dhe martirëve, ishin edhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme të vendit. Në emër të komunës së Prizrenit, ka folur drejtori për kulturë, rini e sport, Adem Orina, i cili theksoi si në këtë ditë ndodhemi këtu për të nderuar familjarët dhe sakrificën e të rënëve që dhanë jetën për liri. Spari në këtë ditë të veçantë të lavdishme, ku 26 vite më parë nga ky fshat u masakruan më shumë se 60 martirë të Lubizhës dhe më gjërë, prandaj është një ditë për të përkujtuar të gjithë ata që dhanë më të shtrenjtën jetën për lirinë e Kosovës, dhe si çdo përvjetor tjetër, po ashtu edhe në këtë përvjetor, siç po ishini familjarët e të rënëve, domethënë që gjenden pranë vorrezave, për t'i përkujtuar këta të gjithë të cilët kanë nderur gjakun. Dhe ne si komunë e Prizrenit sot kemi dalur për të bërë homazh dhe për të ngushtuar të gjithë familjarët dhe njëherë për të uruar këtë ditë veçantë, sepse 26 vite kanë kaluar edhe plagët normalisht se asnjëherë nuk shërohen dhe nuk do të shërohen, sepse kanë humbur më të dashurit e tyre. Në këtë masakër, përveç që kanë dhënë jetën dëshmorët, po ashtu kemi pas edhe fëmijë, gra dhe pleq, të cilët barbari serb mizërisht i masakrojnë në shtëpitë e tyre. Ndërkaq familjarë të dëshmorëve dhe martirëve të Lubizhdës, mes lotësh i përkujtuan më të dashurit e tyre, të cilët u vranë u masakruan nga pushtuesi i egër para 26 vitësh, kur këtij lokaliteti është vënë flaka pasi ishte shndruar në vend të besës, bukës dhe pushkës së UÇK-s. Mërzitëm jemi. Mërzitën jemi. Si e kujtoni djalën? Si e kujtoj djalën me pas. Pas më pas me të kërkush, e kum pas nga të veti, tash më ka hup. Do të më kajt për ta shamë bo. A ju kalon pas vetë? Po, që kalon 2 dje me 2 qika i kalon që. Më të molin djelë 11 djes më kalon. Qikën 8 djes, djelën tjetër 6, tjetën 4, 3 qika, 2 qika 2 djem. Jam baba i dëshmorit, migje i dëshmorve edhe vllai i dëshmorve. I kam 7 vranë. Edhe 2 martirë kam e 5 heroj. Po, inshallah Zoti atyre s'ja hu bundën e gjakën. Inshallah gjakën e tyre del dritë për këtë popullin e Kosovës. Lavdio qoftë gjithë dëshmorëve të Kosovës, si martirë, si dëshmorë, gjakë e njëjtë. Jeta është e njëjtë si për djalin, si për tjetër. Inshallah Zoti s'ja hu atyre, ne duhet më konë fort, se dim për çka ka dhënë jetën. Jeta bash trajta është në dhënë për jeta malja di ko për vatalë që shkojnë dëshmorë e herojë martirë. Ndryshe në këtë lokalitet u derdhë gjak i pafajshëm, ku masakruan burra, gra e mes tyre dhe fëmijë, ndërsa për këtë masakër deri më sot nuk është dënuar e madje as gjykuar asnjë individ.